Prokuroria e Shkodrës ka hapur hetimet lidhur me ngjarjen ku Mirel Çokaj u gjeti pa jetë në një humner në malet e Kelmendit në Malsinë e Madhe, ku fillimisht policia tha se ishte një rrëzim aksidental i viktimës. Pas dyshimeve të familjarëve dhe të afërmve për një vrasje të mundshme të 40 vjeçarit, Prokuroria e Shkodrës nuk e ka pushuar çështjen, por ka hapur hetimet fillimisht për veprën penale, shkaktimi i vetvrasjes. Personi që ngriti dyshimet për një vrasje të mundshme, duke vënë në lëvizje policinë e Malsisë së Madhe, e cila bëri disa veprime shtesë pasi fillimisht tha se ishte aksidentale dhe bëri që prokuroria të nisë hetimet, është Rifat Çokaj, një i afërm i viktimës që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa më përpara për shumë vite e qenë pjesë e policisë, duke mbajtur edhe detyra të rëndësishme. Ngjarja ndodhi më 18 shtator të këtij viti, kur policia mori njoftimin se një person ishte rrëzuar në fshatin Kozhnje të Malsisë së Madhe. Në orët e pasdites, fillimisht përmes dronit, efektivët konfirmuan se trupi i pajet i përkiste shtetasit Mirel Çokaj. 24 orë pas njoftimit, u bë e mundur nxjerrja e viktimës nga humnera përmes një helikopteri të forcave të ushtrisë, të cilët erdhën dhe nxorën trupin e pajet.